E kthyer prej kohësh në një kantier ndërtimi, lulishta pazarit në hyrje të qytetit pritet të kthehet shumë shpejt në një atraksion të ri për qytetarët e Shkodrës dhe jo vetëm. Aktualisht makineritë e ndërtimit po vijojnë punën për sheshimin e zonës, gjithashtu është bërë mundur edhe ndërtimi i parmakëve për betoni pranë molos. Ndonse në këtë zonë po punohet, sërish shkodranët lëvizin për shëtitje pranë kësaj lulishte, të cilët të cilësojnë si ndër zonat më të preferuara të tyre. Shqyri hera që po bëhet, se këtu është vend që se ka kush. E në kena, po nuk dina edhe me që frëdzu, sa duhet. Po, për dit. Po, rrimi to dhe na pëlqen puna që ato bë. Ka është vend, ka moshën e treta, rinia, ku kanë me lëviz. Kjo është me hi, kanë fillu shumë bukur, kanë fillu pa puna me përfundu. Me përfundimi janë shumë mrapa, punohet shumë pak. Gjaja më e bukur në botë që ashtu bërë në Shkodër. Ka qenë e domosdoshme më bërë. Është e mirë për gjithë. I shërben tanë qytetare, djeta e punë. Tash i ka pranë dhe më mërë që do të marrë. Ka me kënë diçka fantastike. Kjo hapësirë me një sipërfaqe për rreth 18 hektar do të jetë dominuar nga gjelbrimi dhe pritet të kthehet në një zonë të preferuar për familjet dhe të rinjt dhe për të gjithë ato që duan natyrën dhe qetësinë.